Pacha me ju o vëllezër dhe motra, jemi akoma në kapitullin 16 të Gjonit. Le ta kujtojmë, Krishti është në darkën e fundit, është afër mundimeve të veta, afër pashkëve të tija, edhe në këtë kontekst, ai flet me dishepujt edhe ishtu for, edhe për këtë ngjarje. Me këtë gjë parasysh, le ta dëgjojmë ungjillin e ditës. Leximi i ungjillit shenjtë sipas Gjonit. Edhe pak kohë e nuk do të më shihni, prap edhe pak e do të më shihni. Atëherë disa nga nxënësit e tij i tha njëri tjetrit: "Çka është kjo që po na thot? Edhe pak kohë e nuk do të më shihni, prap edhe pak e do të më shihni, dhe po shkoj tek Ati?" Thoshin pra: "Çka është ajo që thot edhe pak kohë? S'po marrim vesh çka do të thot." Jezusi e mori vesh se deshën ta pyesin e ju tha: "Ju po e pyesni njëri tjetrin rreth asaj që thash, edhe pak kohë e nuk do të më shihni më, e prap edhe do kohë e do të më shihni. Për të vërtet po ju them, ju do të qani e do të vajtoni, e bota do të gëzoj. Ju do të trishtoheni, por trishtimi juaj do të kthehet në gëzim." Fjala e Zotit, lavdi ty, o Krisht. Mirë, Krishti është u folë për faktin se ai edhe pak kohë do të qëndroj në vdekje, do të vdes. Por edhe pak kohë prap, edhe dishepujt do ta shohin Krishtin e ringjallur. Në greqisht ka një pak ashtu si një loj me fjalet. Krishti flet për një mënyrë e për me pa, për para ngjalljes, edhe një mënyrë tjetër për me pa basë ngjalljes, për me pa atë, me pa Zotin, me pa Krishtin. Edhe shikimi i dishepujve do të shndërroj me pashkët e Jezusit. Me këtë fjalë që përdoret, që prap do ta shohin Jezusin, fjala aludon faktit që do ta shohin Krishtin e ringjallur. Edhe mirë, drejt për drejt Krishti flet për këtë punë. Do të vajtoni, do të jeni në trishtim për faktin se unë po shkoj në vdekje. Edhe do të gëzoheni për faktin që do të me takoni fitimtar mbi vdekjen. Por nuk është thjesht për atë moment. Jeta jonë ka një dinamizëm që është ashtu bashkore, ku ne në disa momente të eksperimentojmë trishtimin, do me thënë vujtjen për faktin se po vdesim. Do me thënë në një moment ku ne ndoshta mund të korrigjojmë, mund të jemi të korrigjuar prej dikujt, për shembull, kjo është një rast, mund të eksperimentojmë këtë gjë, që ne vuajmë ndoshta për faktin se jemi të korrigjuar, sepse nuk jena shumë të përvojtur. Edhe që ndodh, se nëse ne kena mirëpritur këtë korrigjim, pastaj gëzojmë faktin e fyteve që sjell korrigjimi. Do me thënë kalojmë ka trishtimi në gëzim. Kjo është një shembull ku ne eksperimentojmë këtë kalim bashkë me Jezusin. Mund të jetë edhe ku ne ndoshta edhe presim një marrëdhënie që nuk është shëndosh. Që ndoshta për me shëru një marrëdhënie, kena nevojë ndoshta edhe për mu staku pak, mu largu pak për dikujt, edhe me eksperiment, por këtë gjë duke lëvizur, duke qenë lëvizur për Shpirtin e Shenjtë, për me pa pastaj si Zoti, ai shëron në këto marrëdhënie. Ku ne jena
lidhur me dikën në mënyrë jo e shëndosh, mund të mendoj për shembull, do shta dikush është tashme në një marrëdhënie me një burr, me një gru, që nuk është grua e tij, që nuk është burri i tij. Edhe për me ndal, për me pre me këtë mekat, ose ndoshta me një person që ndoshta mund të jetë të fejuaren, që akoma nuk jeni të martuar, edhe ndoshta me pre këtë marrëdhënie intime që për këtë vetëm bashkëshortëve, ata që janë të shuguruar, mund të themi ndërthosha me dhuratën e kurorës së shenjtë, me pre këtë marrëdhënie ashtu është nevojtje, por pastaj sjell frytet e veta. Me pre me një marrëdhënie që nuk është të shëndosh, për me eksperimentu pasaj edhe gëzimin e shëndetit të një marrëdhënie të mirë me të tjerët, është krahasueshme edhe kur ne jena të semur fizikisht, që disa herë kena me marrë ilaçet që nuk na pëlqejnë, edhe pasaj me eksperimentu gëzimin e faktit se jemi të shëndosh. Edhe ka shumë shembuj të ndryshme në jetën tonë ku ne kena mundësi me eksperimentu këtë kalim bashkë me Jezusin nga trishtim në gëzim. Edhe ka këtë gjë, ekziston edhe këtë gjë ku ne shohim edhe mëkatet tona në dritën e Krishtit. Disa herë Zoti ka mundësi me na heq dorën prej kokës, që ne të eksperimentojmë kush jemi ne, që ta shohim dobësinë e mishit tonë, me pasë ne nuk jena më mirë si askush, e në dobësitë tonë, në mëkatet tona, me pasi Zoti reagon. Do me thënë, me hyrjen e trishtimin, e vdekjes son, e dobësisë son, e mëkateve tona, edhe pastaj me pa Jezusin e ringjallur në lidhje me këtë gjë. Qa tregon Zoti në lidhje me këtë punë? Si reagon ai? Nuk e di si kur në momentet e krizave të tua, ç'a bën ti? Unë të ftoj që ta bësh një gjë, me marrë ndoshta një ungjell rastësisht. Edhe ndoshta edhe mas mëkatit. Nëse ti mëkaton randë, një prej këtyre mëkateve që ndoshta te përvujteron, te perul, mas pendimit, me kërku tashme në atë moment një fjalë prej Zotit, e me pasi Zoti flet në këtë ngjarje. Ndoshta ke edhe me eksperimentu këtë gjë, me pa në këtë moment të vdekjes të trishtimit, pastaj me kalu me pa Krishtin e ringjallur, me shirin e tij, dashurinë e tij që bëhet i pranishëm në atë vdekje që shndërrohet. Ose nga kalimi për shembull ku ne shkojmë mu rrëfy, të penduar, që kalojmë nga trishtimi në gëzim, sepse takojmë Krishtin e ringjallur që jep jetën për ne, që na fal, që mendon mirë për ne, që na shfaqson. Tërkuraju, shpresojmë që Zoti të na bëjë që të eksperimentojmë gjithmonë më shumë këtë gjë. Këtë kalim nga trishtimi i vdekjes i mëkatit, në kalim nga tek jeta, tek falja, tek gëzimi të ngjalljes së tij. Që lëvdu Krishti.